vëllezër dhe motra, pas homilisë e i peshujt, atëherë çomin kam të gjithë dhe ashtu si që tha në fund i peshujve, do të bëhet ripërtrirja e premtimeve të pagëzimit, këta të ri të cilët kur kanë qenë fëmijë të vegjël nuk kanë ditë vetë ta shprehin fen, po e kanë pas në emër të prindrit në emër të tyre, tani këta vetë do ta shprehin se besojnë në Zotin dhe i bien mohit të keqës. Dhe pas asaj do të bëhet lutja e mbi këtë kandidate i peshujt dhe atëherë lyrja me vaj të shenjtë, vajin e Krismës. A i bini mohit të mkatit që të jetoni në lirinë e të bive të hyët? A i bini mohit nga shnjimeve të së keqës që të mos ju mbizotëroj mkatin? A i bini mohit shejtanit që është autori dhe shkaktari i mkatit? Po i bie mohit. A besoni në hionatin e gjithë pushteshëm, krijuesin e qiellës dhe tokës? A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmin birin e Zotit të lindur prej Marizë Viergjër, që psoi dhe që vorrosur u ngjall dhe që ndronë të djathën e Atit? A besoni në shpirtin shenjtë, në kishën shenjtë e katolike, shoqërinë e shenjtëve, faljen e mëkateve dhe jetën e pasosur? Dhe hyj i gjithëpështeshëm Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na rilind me ujë dhe me shpirt shenjtë dhe na dha faljen e mëkateve, ai na ruajt në hirën e vet për jetën e pasosur. Fort të dashur vëllezër dhe motra, tani, si që thash në predikimin tim, do të lutemi hyjët e gjithë përshtetshëm për këta fëmijë, bij dhe bijat e hyjët. Ai i cili në dashurinë e vet i ka rilindur në jetën e pasosur nëpërmjet pagëzimit dhe i ka thirrur të bën pjesëtar të familjes tij, tani le t'u jep shpirtin shenjtë që t'i përforcojë me begatitë dhe dhuntivet e tij. E me lyrjen kresmore, le t'i bëj pjesëtar të ngjajshëm me Krishtin, një të vetmin birin e vet. Hyj i gjithëpështeshëm, Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, ti që ke rilindur këta të bijtë e tu me ujë me shpirt shenjtë, duke i liruar nga mëkati, ndikoje në ta shpirtin tënd të shenjtë ngushëllues, shpirtin e urtësisë të kuptimit, shpirtin e këshillës së të forcës, shpirtin e dijes së të përshpirtërisë, e mbushi me shpirtin e frikës së të shenjtë në për Krishtin Zotin tonë.
vllezër dhe motra, tani çomin kam dhe i mbështetemi këta 33 me uratën tonë në heshtje, kurse lutjen e tyne që do t'ja drejtojnë sot në emën tonë hyjët, e përcjellmi me broritje të përbashkët, duke thënë një zëri, dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për ne që sapo u krizmuam, që të përforcuar me dhuratën e Shpirtit Shenjtë, të rënjosur në fe dhe të themeluar në dashuri, të japim me jetën tonë dëshminë e mirë për Krishtin. Të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për ne të përforcuarit e rinj, që morën plotësinë e Shpirtit Shenjtë, duke i ofruar lterit të Zotit, të marrin pjesë në tryezën e flisë së Tij dhe në bashkësinë e vëllezërve dhe të motrave. Të lutemi hyjet duke e thirrur atë. Të lutemi. Për prindërit, nunat e nuneshat, të cilat u bën gratë të fesë tonë që, sipas detyrës së vet, të na ndihmojnë me fjalë dhe me shembuj, që të shkojmë rrugës së Krishtit. Të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për kishën e hyjt të bashkuar prej Shpirtit Shenjtë me papën ton Leonin 14 dhe me i peshvin ton Dodën, si dhe të gjithë i peshvind, që të rritet me bashkim feje dhe dashurie deri te ardhja e Krishtit, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për krejt botën, që të gjithë njerëzit, të cilat kanë vetëm një krijues dhe atë, që të respektohen si vëllezër, pa kur farë dallimi, race ose këmbësie, dhe që sinqerisht kërkojnë mbretërinë e Zotit, e cila është paqe dhe gëzim në Shpirtin Shenjtë, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Prano po të lutemi o hyj gjithë pushtetshëm këtë urat, të cilët sot të bitë e tu të pak të krezmum, të kanë drejtu ty në emën të mbarkishës, dhe bën që kjo lutje të të pranishme para atyre sate në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Kurjet e Zotit i gjithësisë për verisat e kemi bukur pritje me tokës dhe të punës së dorëve tona, po ta kushtojmë që do të bëhet për ne për jetën e pasosur. Çobet për Zotin e